Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po takohem sërish me ju për të ndarë tani një moment pak më të gjatë. Do me thënë tani do t'japim një lajm shumë të bukur, një lajm që ju e prisni pafund, një lajm që unë e di që do t'ju gëzoj të gjithë dhe mendoj që do të manifestojmë këtë sukses edhe këtë arritje. 360 është produksioni apo media, le ta quajmë digitale, e Bonart Ajvazit, një menaxher i cili për një periudhë të shkurtër në punën e tij ka treguar një sukses të jashtëzakonshëm. Me të gjitha artistët, këngëtarët të cilët Bonarti menaxhon, Bonarti i drejton në këtë punë dhe Bonarti korën suksese. Por një ndër artistët që mori vëmendjen, mori dhe bujën mediatike në për të gjitha rrjetet sociale dhe mori këtë dashurinë e madhe të publikut shqiptar, është pikërisht Gjesti. Gjesti i cili dha maksimumin vetëm e vetëm për të sjellur projekte edhe këngë shumë të bukura te publiku shqiptar. Gjesti dhe Bonarti kanë arritur një sukses të papar. Do të thoni cili është suksesi. Kënga Veshu e Ndreçu ka arritur në kanalin zyrtar YouTube të Gjestit 20 milion, edhe pse akoma nuk janë procesuar të gjitha, por 20 milion e ka konfirmuar Bonart Ajvazi që ka arritur kënga e Gjestit Veshu e Ndreçu. Do me thënë, edhe pse Gjesti pati një ndales goxha të gjatë, do me thënë gjatë gjithë muajit gusht nuk ishte fare aktiv në rrjetin e tij social YouTube, Bonart Ajvazi tregoi që Gjesti vazhdon të jetë i klikueshëm edhe tepër i ndjekur. Do me thënë, kënga Veshu e Ndreçu ka arritur 20 milion shikime, 20 milion klikime, 20 milion shqiptar e kanë shndruar këtë këngën në hitin shqiptar. Dhe realisht kjo mbetet një hit shqiptar, sepse 20 milion klikime nuk janë pak. 20 milion klikime janë një klikim goxha i madh. Bonarti ndihet shumë i lumtur, ndihet shumë i kënaqur dhe me lëvizjen e tij që publikoi ti fotografinë e 20 milion klikime të këngës së Gjestit Veshu e Ndreçu, dha një mesazh shumë të madh. Dhe cili është mesazhi në këtë pjesë? Mesazhi është ky, që pa marrë parasysh se çfarë sfidash ne kalojmë në jetë, ne jemi të Zotit dhe një ditë të gjithë tek ai do të kthehemi, pa marrë parasysh askush nuk ka mbetur i përjetshëm këtu. Kur e kemi atë rrugë në radhitje nga mosha, nuk është se përjetojmë keq. Por kur e kemi më herët moshës të cilët ne kemi kohë të jetojmë, mendojmë ne, por Zoti i di ato gjëra më mirë, atëherë i përjetojmë keq. Por Bonarti deshi të tregoj që Gjesti në një të ardhme të tij me patjetër, sepse jeta duhet vazhdon, do kthehet më i fuqishëm se kur dhe ndoshta edhe më i klikuar se kur, sepse tani këngët e Gjestit do të kenë një kuptim dhe një dedikim. Një dedikim drejtuar gjës të tij më të shenjtë. Dhe gjëja e Gjestit më e shenjtë në jetën e tij tashmë mbetet shpirti i vllaut të tij. Dhe pikërisht Bonart Ajvazi ka manifestuar këtë sukses të jashtëzakonshëm të Gjestit, të klikimeve të Gjestit, dhe me këtë sukses të jashtëzakonshëm, Bonarti tregon që kënga Veshu e Ndreçu ka arritur në nivele klikimesh që po klikohet dhe do vazhdon të klikohet. Me thënë, nuk do ndalon së klikuari në asnjë moment. Dhe pikërisht kjo e bën Gjestin që të jetë më i dashur tek publiku shqiptar. Unë e di që të gjithëve na ka marrur malli,
Unë e di që Gjesti do t'i dëgjon të gjitha mesazhet tona drejtuar drejt tij dhe me patjetër që do të rikthehet fuqishëm. Unë do kisha apeluar edhe tek kërkesa e fansave të tij, të cilët kërkojnë në të gjitha format që kënga e Gjestit në një farë mënyre të vlerësohet dhe të klikohet në kanalin e Top Channel, i cili është një kanal zyrtar që domethënë ka hapur një sondazh për tu klikuar këngët e Gjestit dhe pikërisht kjo gjë e bën që Gjesti të jetë nga këngëtarët apo nga artistët i cili të qëndron në radhitje të parë. Domethënë në klikime Gjesti qëndron në radhitje të parë sepse 20 milion klikime për një periudhë kaq të shkurtër dhe jo aktiv në tregun muzikor, sepse Gjesti nuk ka qenë aktiv prej në fund të muajit korrik nga probleme që pati, nga situata që u krijua që tani mbetet fa jetim, a ishte me të drejtë apo ishte me të padrejtë, por mua më duket që ishte me të padrejtë sepse çdo njeri ka të drejtën e tij të kërkojë të drejtën e punës që bën. Dhe pikërisht kjo gjë e bëri Gjestin që të jetë më në qendër të vëmendjes, e bëri Gjestin që të jetë më i dashur te publiku. Domethënë 20 milion klikime ka mbëritur kënga Veshu e Ndreçu në kanalin zyrtar të Gjestit, e konfirmuar tashmë edhe nga vetë me grupi menaxherial i Gjestit të 360-a. Shpresojmë që së shpejti me miratimin me patjetër edhe të Gjestit të publikohet edhe kënga e cila mbeti pezull tashmë, kënga Gasolin, por ndoshta Gjesti ka ndonjë projekt tjetër për të punuar në një këngë e cila do të ishte një dedikim, siç e thash që parë, për t'ju falenderuar Zotit, qoftë edhe kaq ditë që ja la të djalë të mrekullueshëm në jetë, sepse ndonjëherë ne duhet të jemi në jetë falënderues për njerëzit që i kemi patur, qoftë edhe për aq ditë sa i kemi patur, sepse është Zoti ai që vendos për rrugtimin e njerëzve në jetën tonë. Dhe pikërisht Bonarti me daljen e tij publike ka konfirmuar ndoshta edhe mesazhin që Gjesti do të rikthehet fuqishëm, që Gjesti do të jetë pranë nesh dhe që Gjesti do të luftojë, do të triumfojë gjithmonë me armën më të fortë e cila është dashuria e publikut shqiptar. Unë shpresoj që ne do të ndjekim me patjetër rrugtimet e bukura të Gjestit, do të jemi pranë tij gjithmonë. Unë uroj që këto mesazhe të jenë pjesë e forcës së Gjestit, të jenë pjesë e rrugtimit të Gjestit, të jenë pjesë e rikthimit të Gjestit në skenë dhe mendoj që kjo do të jetë arma më e bukur që Gjesti do të na sjellën në skenë gjithçka fantastike. Ky ishte mesazhi i Bonartit dhe urimet të gjithë ju fansave të Gjestit, 20 milion kënga Veshu e Ndreçu.